E ka gjetur Muhamedi alayhi salatu wassalam në xhami një person që ishte i ulur dhe kishte vendosur dorën në faqe. Kishte hyrë për plot mendime të thella. Sa që e përshëndeti Rasulullahi e ai nuk e ndëgjoi. I shkoi afër, i ol në dy gjuj dhe i tha: "O vllai i nderuar, çka ke që po të shoh shumë i mërzitur?" Tha: "Ja Rasulullah, kam stres të madh, kam mërzi të madhe, më kanë mbulu borxhet. Dhe kam hyrë në mendime të thella, sa që ja Rasulullah i kërkoj falje Zotit, që unë ty nuk të kam pa kur ke hyrë." Sepse njeri nga njerë nuk shë me sy. Nuk shë njeri nga njerë me sy. I tha Rasulullahi: "O vllai i dashur e i nderuar, apo dëshiron që më ta mëson një dua që ty më t'u largu stresi, më t'u largu mërzia, edhe Allahu më ta letu gjendjen me i pagu borxhet." Unë ngrit në kam. Tha: "Po ja Rasulullah." Tha: "Mësoj këtë dua, që let jetë dua e mëngjesit dhe dua e mbrëmjes, dhe dua kur ke çdo hall dhe mërzi dhe stres dhe borxh." Tha: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal." Tha: "Mësoj këtë dua dhe thuj: O Allah, kërkoj që të më mbrojsh nga mërzia dhe stresi. Kërkoj që të më mbrojsh nga pamundësia. Unë po kam vullnet mu qufë diçka, po koqitna. S'po moj. Mbroj nga pamundësia dhe nga përtatësia. Dhe më mbroja Allah nga kooperacia. Më mbroj nga kooperacia. Dhe më mbroj nga gafleti. Dhe më mbroj nga borxhet." Me leta i madhi Allah Gjeleshanu që t'i laj. Tha: "Kush e thot këtë dua, Allahu ka me i bon zgjidhje." Tregon këtë tregim, këtë rivajet, këtë transmitim e tregon dhe e transmiton personi në fjalë. Thot: "Pasha të madhin Allah, si kam fillu me thonë këtë dua, Allahu ma ka largu stresin, Allahu ma ka largu mërzin, Allahu mi ka letu për me i la borxhet, dhe i madhi Allah Gjeleshanu ka bot dashur tek njerëzit." Andaj këtë ditë gjumaje i dashur im vëlla dhe ti motër, merre këtë dua, mësue, bëje slogan të jetës tënde, mrena një dite apo 2 dite, ti kime mësu përmendësh, edhe ka më të kënaq shpirti duke e thonë, kime pa çfarë çlodhje shpirtërore kime pas, po edhe të njëjtën kohë kime pas e çfarë qetësie psiqike kime pasën.